çfarë po ndodh në trevat shqiptare atje ku sot festohet për festën e 28 nëntorit. Ndërkaq siç e paralajmërova edhe më herët, gjatë kësaj pjese do të flasim për një periudhë tejet vendimtare të historisë tonë, për vitet e 98-a. Kohë e luftës dhe sakrificës, kur datat simbolike si 28 nëntori merrnin kuptim të veçantë. Do të diskutojmë se si përjetohej kjo ditë në rrethana lufte, si shënoi brenda strukturave të UÇK-s dhe çfarë domethënie kishte kjo ditë për luftarët dhe popullsinë civile në atë periudhë të vështirë. A është kjo Kosova dhe Shqipëria që duam? Gjitha këto na i tregon ish komandanti i UÇK-s, Rustem Mustafa Remi. Komandant, mirë se erdhe. Mirë se jete, urime festa. Fillimisht faleminderit shumë për kohën, e vlerësoj shumë prezencën e gatishmërinë me qenë në këtë ditë feste bashkë me shikuesit tonë të mesditës. Po kalojmë direkt te ajo çfarë edhe fakt e përmenda. Si e kujtoni atmosferën e 28 nëntorit gjatë viteve 98, atëherë kur lufta edhe ishte më e intensifikuar? Me këtë rast dua të uroj gjithë shqiptarët festën e flamurit kombëtar, veçantë po du me që ishe treguar për deklaratën dhe urimin e presidentit, thashë veçantë po duhet të uroj presidentin, thashë në Hagë bashkë me bashkëftarët tjerë. Festa e flamurit për shqiptarët sot e kësaj dite mbetet festa kryesore për ne gjithë shqiptarët. Ka pas momente sfidash edhe për me festu vetë festën e flamurit në vendin tonë. Vitet e 98-a është hap rrugë dhe perspektive re për ndërtim mënyrës se si me festue edhe si me nderu flamurin dhe ashtu që dojmë në shqiptarët. Ka qenë datat që ju po i thënë, vitet që po i thënë 98-99 janë vite ku në perspektivë ndërtojnë rrugën e re të nderimit festës flamurit dhe po hynim në një fazë kur vetëm po e plotësonim. Ka ndjenjë krenarie, këto festa zakonisht sjelljen në përmendje njerëzit më të mirë të kombit, me ndjesi më të mirë shqiptare, pej Skënderbeut, edhe rilindasit tanë kombëtar, gjithsesi të ardhën deri te kohët e reja që na ranë në kohën e sot me Adem Jashari dhe e për të ushtrisë shqiptare të Kosovës të tjerë. E kujtoni? Ushtria shqiptare e Kosovës ka nderue festën në 98-ën me që ju pyetët sakt, me rrështim, me amblem të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me pushk në krah, tytë për pjetë, me nderimet më të larta, që deri në atë kohë ne në Kosovë nuk kemi pas rastin ta bënim në format të tilla. Rreshtat e ushtrisë shqiptare të Kosovës ndërtuan rrugë dhe vizjon për ecje përpara, gjithsesi për nderimin e festës flamurit, festën 28 nëntorit. Po besoj që kanë qenë momente sa emocionale, paq edhe krenarie, me qenë se e përmendet se po luftonit për të hapur rrugë lirisë, cilën sot realisht edhe e gëzon. Se cila kohë ka mënyrat e veta. Edhe sot ka plot njerëz që me prioritet kanë si synim ndërtimin dhe zhvillimin e kombit edhe matutje se që e lam në luftën e fundit. Është shumë domethënëse edhe është reale të themi se Ushtria Shqiptare të Kosovës me hapjen e kapitullit 3 angazhoi rreth vetës gjithë ata që po ndjenin shqip. Ishte bo një ndarje e madhe epokave, epoka e nënshtrimit e okupimit në pjesë
të ish Jugosllavisë, jo vetëm Kosovë, po në Maqedoni, në Preshevë, Bujanoz, dhe kjo ndjesi u zgjue. Nga ajo ditë, kur shqiptarët as në ish Jugosllavi nuk kanë lënë festë kombëtare, e sidomos festë në Flamurit, pa ndërtue organizim merrfeld për kremtën e kësaj date. Ne ndihemi mirë që ishim po jetonim në atë kohë dhe jetojmë edhe sot dhe e shohim për ditë zhvillimin e kombit ka ecë përpara në edukim, zhvillim dhe tutje. Komandant, për të kthyer ndoshta edhe një herë tjetër tek vitet e 98-a, me qenë se besoj që janë mjaft të qarta ato se çfarë ju edhe i keni përjetuar gjatë asaj kohe. Cili ishte roli që kjo datë kishte në moralin, ndoshta deri diku edhe në motivimin e pjesëtarëve të UÇK-s gjatë asaj kohe? Vetë fakti që unë isha pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ishim në rreshtat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne tani më nga dëshmërinë e kishim për të sfiduar çdo moment, çdo rrezik, edhe çdo sfidë që ishte që po na vente në vendin tonë, tregon qartë se ishim përgatitur për kremta, për festën si kjo 28 nëntorit. Po 28 nëntorit vetvetiu fut flak pozitive në trupin e çdo shqiptarit për të ndihen më mirë, për të mbush me energji edhe për të tutje. Edhe ne, si ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pavarësisht se ku ishim në vijë, në front, në Istikam, edhe në ato momente të mira, po edhe të vështira, unë ndezën me ndjenja patriotike shtesë dhe me energji të reja për fitore të reja. Po besoj që ju gjatë asaj kohe po përpiqet që të përcillit mesazh tek pjesëtarët e UÇK-s, pikërisht kur shënojmë festa të tilla, gjatë kohës sa ne po bisedojmë në dalje, po shoh se janë edhe disa prej parakalimeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës me flamuj në duar. Çfarë mesazhi tentoni t'ju jepshit ndoshta atyre të cilët i kishit në komandë? Mesazhet e tona të përhershme ishin, po mua më duhet para mesazhe të them se gjithë ta që u rreshtuan rreshtat e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishin të vetëdijshëm për rrugën që po ecën dhe këto festa kanë lindë dhe rritën për këto festa. Por mesazhet gjithherë kanë qenë që sa më shumë në mënyrë të organizuar ta sfidonim armikun në mënyrën e duhur, duke pas në kujtesë ruajtjen e njerëzve për cilët po luftonim dhe po bënim historinë. Mesazhet ishin të afroheshim mes vete dhe të bënim gjithçka që është e mundshme për ta sfiduar kohën që ne po e jetonim në atë. E qartë, po besoj që mesazhet këto të cilat janë marrë seriozisht nga gjithë ata të cilët me çfarëdo çmimi dëshiruan lirinë e vendit. Po besoj gjatë kohës sa flasim, në mënyrë që të ketë më të lehtë të shoh edhe pamjet që i pam ne, regjia na ndihmon edhe këtu në Llet, për të marrë ndoshta përshtypjen se çfarë thonë këto pamje teksa i shohemi. Në anën tjetër, derisa të bëhen gati, flasim pak për i kemi pamjet. Janë pamje realisht cilat e dëshmojnë, e faktojnë mjaft mirë historinë tonë, po besoj komandant. Marë parasysh, çka thonë sot, ose çka mendon sot kur i sheh këto fotografi, këto video të cilat? Pisha rreshtat e ushtrisë që krejtësisht në mënyrë vullnetare, jo të organizuar nga institucionet e asaj kohe që nuk ishin, por të vetë organizuar kishin marrë fatin në duart tona, dhe shihet si nga veshja, qëndrimi, rreshtimi, që ka entuziazëm dhe vetëdijshmëri të pakrahasueshëm me rrethona të tjera që këta njerëz dojnë të mbërrijnë lirinë
dhe të hapin rrugë të reja për zhvillimin në vendin e tyre. Format e ndërtimit të rreshtave tonë kanë qenë në atë kohë për ne më të mirët në botë, edhe pse të përbëm nga njerëz që deri në këtë kohë nuk ishin përvoja ushtarake, ne nuk ishim përvoja ushtarake, ne kishim shkuar në luftë nga frika e pushtimet. Shfarosjes njerëzve tonë, ne ishim Serbia ishte duke kryer gjenocidin në ushtrisë shqiptare të Kosovës, në vendin e Kosovës, dhe ushtria shqiptare e Kosovës doli për të mbrojtur nga asgjësimi, nga gjenocidi, nga shpërngulja e shqiptarëve, nga ikja e jonë në vendet deri aty ku mundeshim. Dhe gjë këto e mallshtojnë amblemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që Zoti e dhuroi në fund shekullin në 20 për shqiptarët dhe fal këtij organizimit politik dhe ushtarak, sot ne jemi në këto rrethona, po jetojmë mirë dhe po synojmë familjet më të qytetënuara të kombeve botnore në perëndim në botë. Ndonë se është ditë feste, dëshiroja që kryesisht të japim një karakter festiv intervistës, mirë po me qënë se po flasim për ushtrinë qëllimtare të Kosovës, nuk mund asesi se si t'i largohemi ndoshta edhe çështjes gjykimit të ish-krerëve. Po besoj keni pa që po ndërtohet, ose po tentohet ndërtohet një narrativ ndryshe nga realiteti i vërtet i ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Si e keni parë gjithë procesin gjatë kësaj kohe, marrë parasysh mënyrën se si është zhvillu? Mosha e ushtrisë qëllimtare të Kosovës ka qenë diku rreth 20-22 vjeç. Kemi qenë djemë të ri, që kemi marrë fatin tërë në duart tona dhe nuk e kemi lënë në duart të armikut. Ne kemi përfunduar luftën dhe nuk kemi pas kohë të mendojmë shumë gjëra. Armiku ka pas institucionet, ka pas akademinë e shkencave, ka pas institutet dhe ka krijuar strategji. Në momentin që është detyruar Serbia të largohet nga Kosova, aja ka ndërruar strategji dhe ka ndërtuar platformë për ndjekjen e ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Aja në vazhdimsi ka prodhuar insinuata, skena, dopta kundër ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por ushtria shqiptare të Kosovës, duke qenë e re, ka qenë e fortë dhe ka qenë imune ndaj këtyre propagandave të organizuara përtej Serbisë. Ka qenë të inteligjencave ma shumë se Serbia, trusisë dhe vetë blokut keq, siç unë i quaj, dhe ka ardhur deri aty që ka burgos edhe udhëheqësit kryesor të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me ndihmën e strategjive të inteligjencave të boshtit të së keqes ruso-serb, të ndihmuar nga mbetjet që kanë mbetur në Kosovë, edhe pas luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe këmë pa krijuar një narrativ e keqe për ushtarin, për vetë ushtarin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ju e sheni që po përmirësohet tek shqiptarët. Në ndihmë për përmirësimin e kësaj narrative e imazhit tonë, ka ardhur për së dyti vetë udhëheqja e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ju e dini që sidomos në dëshmitë e fundit është përmirësuar dhe është kryer nderi i ushtrisë shqiptare të Kosovës aty ku ka qenë, me çfarë diniteti, me çfarë vendosmërie, me çfarë kapaciteti dijes generali Clark, po edhe të tjerët, doli në mbrojtje njerëzve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vendit tonë për herën e dytë. Ne jemi me fat që kemi miq aq të mirë kryes ata njerëz që prodhojnë siguri për gjithë botën, që kanë prodhuar edhe për këtu të ne. Më vjen keq që kemi qenë të ri shumë dhe nuk kemi pas institucione
më të larta, si që janë akademike edhe institutet e vendit tonë, nuk kanë qenë të gatshme të prodhojnë mbrojtje më të mirë të ushtarëve të vetë, të kohës të lirisë, por kemi qenë vetëm deri në kohët e fundit, tash po krijohet rrugë e re, ju e keni po se cili nga të rritë, po thuajse që nuk ka qenë edhe duke jetuar në kohën e lirisë, në telefon të tyre më banë stemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, njerëz që deri vonë mund kanë prodhuar propagandë pa vedije kundër ushtarit të ushtrisë shqiptare, ata krenohen me ushtrinë shqiptare të Kosovës, me ditët e lirisë dhe me vetë lirinë e vendit vetë. Po vinë kohë të mira dhe unë e di që ka përfunduar gjyq, është gjyq i pa drejt, është i pa dinitetshëm dhe do të përfundoj qysh duhet në afatet besoj sa më të shpejta, unë pres shumë shpejt që vendimi final luftar bashkëtorët e mi t'jenë këto. T'jenë të mirë në favor të ish krerëve të UÇK-s, edhe pse jo nëntorat e tjerë t'i festojmë së bashku ashtu edhe siç ka theksuar sot gjatë parasqitjes së tij në Hagë ish presidenti Thaçi. Në anën tjetër i përmende rinin, unë desha të kaloj tek disa çështje të tjera, po meqense jemi tek rinia, ta shtroj një pyetje tjetër lidhur me atë se sa mendon se pikërisht të rinjt sot kuptojnë rëndësinë e luftës, rëndësinë e shënimit të këtyre datave në një botë ku gjithmonë e më shumë po e themi se të rinjt po preokupohen me aktivitete të tjera në një botë ku dinamika shumë ndryshe ndoshta e asaj çfarë ishte në kohën kur ju personalisht ishit të rinj. Unë e shoh se edhe di që po jetojmë në shekullin e teknologjisë. Por jam shumë i kënaqur me njerëzit me edukatën e të rive tanë, që po është në përmirësim ditë më shumë, sa i përket identifikimi me rrugën e lirisë me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, është në pjedestalin më të lartë të këtë rinj, dhe unë jam i kënaqur. Unë pres që ne si vend do të prodhojmë rrugë më të mirë të edukimit dhe të zhvillimit të rive, por me rinin gjithsesi jam i kënaqur edhe di që jemi në ndër vendet që e kemi rinin më të shëndoshëm. Edhe i ka përqafuar vlerat e lirisë dhe të ushtrisë vetë. Fatmirësisht që ky shtet ka në përbërje të tij një rini të shëndosh, por që fatkeqësisht për shkak të rrethonave të ndryshme të njëjtit edhe kanë gjetë rrugë tjera jashtë Kosovës për të parë të ardhmen e tyre e për të cilën do diskutojmë krejt në fund të emisionit. Kthehemi edhe një herë tek vitet e 98-a. Ishte i vështirë komunikimi me popullsinë civile gjatë asaj kohe, meqense gjatë tërkohës ishit në terren, sa kishte komunikim edhe nëse vetëm kishit, si u prit, si u shënon të festa 28 nëntorit, pikrisht tek popullsia civile, detyroheshin që të fshinin ndoshta simbolit, sepse unë flas prej atyre çfarë mi kanë treguar gjyshret e me që shpeshherë janë detyruar që për shkak të kontrollave, bastisjeve të shumta, edhe detyrohen të largojnë simbolit, të fshehin diku. Si e mani mend ju atë kohë? Po, kuptohet në vendet ku ka pas qasje armiku, ato Shqiponia dhe elementet kombëtare, është dashur të kenë kujdese, për ndryshe shumë kanë njerëzit tanë, janë burgosur, vetëm se mbanin flamurin kombëtar. Mirë, por ne komunikimin me popullatët kemi pas, sepse ne ishim vetë popull. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër përveç popullit që ka mirë mbajt edhe ka mbajt Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Jo vetëm me ushqim, por me gjithçka që edhe me frymën, edhe me frymarrën tonë ne kemi pas nga njerëzit tonë. Komunikimin e kemi pas përhershëm, domosdoshëm dhe ka qenë komunikim i mirë sot asaj dite. Po, rrugët kur ka qenë armiku këtu, ishin të vështira. Ne jemi me fat që është ka momente të kohës para Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, kur gjithë popullata
gjithë njerëzit që ishin në administrat apo punëtorë në sistemin armikut, i kam pa thonë jo Serbisë, dhe në mënyrë masovike janë larguar nga sistemi dhe nuk kam punue. Unë e di sot ka gjyqtar, polic, apo ushtarak që thonë që ne kemi punuar deri në 96-ën. Edhe gjoja se kanë punuar në shërbim të marrëveshje me organet e Kosovës. Është e paqëndrueshme, është gënjeshtër e atyre njerëzve, ata pak njerëz që kanë mbet në institucione mas viteve të 90-ta, ata ishin me armikun. Ne po të ndërtonim politika për të qëndruar brenda mekanizmit institucional serb, s'pari do të ndërtonim platformë për me shkollat të mesme edhe fillore në mësim, por është fati i madh që shqiptarët në përgjithësi në mënyrë masovike e janë larguar nga sistemi dhe i kanë thonë jo Serbisë në vitet e 90-ta. Kjo na ndihmon neve si njerëz të asaj kohe që të ndërtojmë rrugën tonë më lehtë dhe të jemi t'i besojmë shoqëshojt dhe gjithë popullatës më shumë se gjithëherë tjetër. Ndalemi diskutojmë për një çështje e cila faktikisht diskutohet shumë shpesh, komandant Tremi. Bëhet fjalë për atë se si janë raportet sot mes Kosovës dhe Shqipërisë, se si bashkëjetojnë ndoshta dy vendet me njëra tjetrën. Si e shihni ju? Nuk ka asnjë kohë, asnjë moment që marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë kanë qenë të shputura, gjithëherë kontaktet kanë qenë të mira, herë kanë qenë të ngushtuara. Sikur në kohët e viteve 60, për shembull, kanë qenë bukur të shtrënguara, atëherë në atë kohë nga famkeqi Ranković edhe sistemi komunist që ishte në atë kohë. Unë e di që në 5-6 vitet e fundit kemi disa vështirësi, janë krijuar disa vështirësi në rrugë diplomatike. Pikërisht për këtë pyet, sepse më pas afektohet edhe populli në përgjithësi. Mes çështjeve diplomatike, mes vijave institucionale, ka disa problematike, i ka prodhuar politikat këtë 4-5 vitet e fundit, edhe Ministria... A mund të evitoheshin? Edhe Ministria e Punëve të Jashtme. Me qënë se ne thirrëm në atë se jemi një. Ato në fakt nuk është dashur të ndodhin fare. Nga mosdia, po du me thonë masleti mosdia, janë ndërtu ato rrugë të keq komunikimit, gjitha institucionet të Kosovës në këto vite e fundit, por populli, njerëzit, ne, gjithëherë e ma mirë, gjithëherë e ma afër me njerëzit në Shqipëri dhe me Shqipërinë, çdo herë shqiptarët në Ballkan janë më afër me shoqëshojnë. E ndjejnë mirë në vendin kudo që shkojmë, në Shkop, në Vlorë, Shkodër, gjithë në Prishtinë, Prizren, gjithkund shqiptarët e njihnin veten mirë dhe shkojnë duke menduar si po shkojnë në vendin e tyre. Komandant, a është kjo Kosova dhe Shqipëria që duan sot? A është kjo për atë çfarë ju keni luftuar gjatë që kjo është Kosova dhe Shqipëria që e kemi dashje, e duam edhe sot, e dojmë më mirë nesër. Ne çdo herë, çdo ditë mendojmë që vendin tonë do ta ngrejmë më lart. Unë jam i sigurt që kombeve më të qytetënuara në botë, më të mira në botë, sot po ju afrohet, dhe shpejt do të jemi familjen e madhe evropiane, ku do të jemi bashkë me kombet e qytetënuara. E di që kemi disa... Ka diçka që nuk ka shkuar gjatë kësaj kohe. Kemi disa të lashe që po lëvizim ngadalë. Ka pengesa, ju duhet me ditë. Deri para 25 viteve, s'ka qenë ushtrisht në dorë të Kosovës, ne kemi qenë në regionin ku gjithë regioni ka po pjesën në ndikimin e bllokut keq RS-sërb. Me ardhin e ushtrisht në dorë të Kosovës dhe ardhës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO-s në Ballkan, jo vetëm Kosovë, po në Ballkan, atëherë ka ndrua dhe regioni jonë
vendet shqiptare në Ballkan, po gjithë Ballkani është shumë afër me bllokun e Së-Mirës, bllokun e NATO-s, krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse me bllokun e së keqes. Po afrohen mundësi më të mira për ditë për ne. E qartë. Është përmendur shpesh herë ideja e bashkimit kombëtar. Madje ka qenë premtim në fushata elektorale të partive të ndryshme politike, është diskutuar shumë nëpër studio televizive, njohës të çështjeve politike, diplomatë shumë kanë diskutuar pikërisht për idenë e këtij bashkimi kombëtar. Në perceptimin tuaj, do të ndodhë ndonjëherë, meqense afër edhe nuk mund të themi, marrë parasysh situatën në për të cilën ndodhen aktualisht vendet? Kombi jonë është kam në zhvillim. Se cilën ditë, po ndodhë pak e nga pak. Gjithëherë diçka ka rësi, në zhvillime tona. Unë e di që ka pas momente të kalu me shumë të këqija që edhe nuk kalu qasjen mes vetit, flasim. Të kemi lidhje, të kemi komunikim. Ka edhe sot ndashta disa përpjekje të segmenteve të caktuara që nuk kanë qef të ndërtojnë në akademitë përbashkët, në abetarit përbashkët, në kulturë përbashkët, e shtien disa segmente që ata aty në konvenojnë për të larguar regionin nga regionin shqiptar për regionin shqiptar, mirë po nuk kanë sukses. Dëshira, edhe na po flasim për diçka krejt natyrale, ne do të jemi afër shëshojt. Nuk ka bashkim në kuptimin klasik, siç është menduar në vitet e 70-ta, vitet e 50-ta. Në fakt është menduar edhe këto vitet e fundit ku po jetojmë ne ka qenë premtim elektoral i partive politike që ne do të bëjmë bashkimin kombëtar me vendet, gjë që më pas edhe ka pas shumë zëra në rast se do duaj ose nuk do duaj ndoshta një. Ai është keq përdorim flagrant e mjeteve që janë në zhvillim politik. Unë po flas për zhvillim normal në kombi shqiptar, unë ndjej që jemi bashkë, por bashkimi klasik që është menduar në vitet e 70-ta edhe 50-ta më herët, ai tani më nuk është kërkon në botë, tani janë koncepte që janë duke u zhvilluar, duke u avancuar. Unë ndihem mirë që gjithkohë në vendet shqiptare mundemi me familjet tona të qëndrojmë mirë, të flasim gjuhën tonë mirë dhe punojmë me cilën do komunë në regjion, ne mund të bashkëpunojmë dhe nuk na ndal kush. Kjo është e rëndësishme, këto vija pozitive do të trashen në të ardhmen, me përmirësimin e politika, përmirësohet edhe zhvillimi i kulturë, në arsim, në edukim e të gjitha. Meqense po flasim për 28 nëntorin, padyshim se është fest e shqiptarëve këtu në Kosovë, fest e shqiptarëve atje në Shqipëri. Cili është raporti juaj me Shqipërinë? Sa shpesh shkoni, sa shpesh e vizitoni, gjeni kohë, kryeni pushimet atje, sepse kryesisht njerëzve ju intereson ndoshta edhe të dinë më shumë për figura si ju edhe për anën e përditshmërisë tuaj, jo vetëm këto. Ata që më njohin e di. Unë personalisht pushimet gjithëherë i bëj me familje në Shqipëri, ato vetëm në Shqipëri, edhe jo, këto nuk e bëj për çështjen që e duhe, ndashta vetëm kombin tim pushimet kisha mujt me i bëdhët i tërkon, po unë ndihem mirë vetëm aty. E vizitoj Shqipërinë shpesh, kam raportet mira me njerëz të shtetit shqiptare, edhe profesionale, edhe edukative, edhe në përgjithësi. Ndihem mirë si në fshatin tim. E bukur kjo. Me qënë se jemi drejt fundit kësaj intervistë, se munduam që gjatë kësaj kohë të prekim disa prej çështjeve të cilat padyshim se kanë shumë rëndësi që gjithë ata të cilët na ndjekin edhe t'i ridëgjojnë nëse i kanë dëgjuar edhe më parë, për shkak se pikërisht këto ditë të shënuara edhe na bashkojnë, na afrojnë më shumë me njëri tjetrin, ndërka që ajo se çfarë nuk po na afron shumë me njëri tjetrin është shpeshherë skena politike e krijuar sidomos viteve të fundit e nëse mund të themi këta muaj të fundit. Që nga shkurti jemi në një vend i cili aktualisht nuk kemi një qeveri
funksionale, institucione të formuara, pothuajse është një vit i humbur, i plot që nga shkurtin, marr parasysh tashmë po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja që nga sot janë fiks një muaj. Si keni parë gjitha këto zhvillimet politike krejt për fund, zotëri Reme? Si për habi, ka mekanizma të shërbimit inteligjente që po ndikojnë në vendin tonë për të ndërprej hovën e zhvillimit tonë, të kombit tonë, të vendit tonë. Ata kanë gjetë një mundësi më të lehtë ndoshta në Kosovë, sepse nuk i kemi institucionet, akademinë kulturore, arsimore, të vjetra dhe stabile, qëndrueshme sikur se janë në Shqipëri, këtu ndërhyjnë më shpejt. Dhe po mundohen me ndërtue rrugë të treta të cilat kombi shqiptar nuk i pranon, ne nuk i pranojmë. Ne nuk i pranojmë dhe ne nuk do t'i lejojmë ato deformime. Ne do t'a dim që jem vend që synojmë me kanë vend perëndimor, që synojmë u bashkangjit në Bashkimin Evropian, ne nuk jemi vend që po dojmë me shku në lindje, te ne nuk mund të përsëritet koha ku një parti do të sëndan, mos ta mendoj askush, heq kur në asnjë kohë. Këtë vetë, mendësia moniste, që do të krijojë mundësi për ecje nga lindja, ka kriju këso të lashash dhe nuk ju ndërtue institucionet. Institucionet e vendit duhet ndërtohet. Mos ta mendoj askush që i vetme me një parti do të heq në Kosovë. Nuk Kosova është vend i vlerave. A ishte nevojshme tërë situata e krijuar, marr parasysh që... Ka qenë pa nevojshme edhe kisha me ju thonë që... A ka pas hapësirë për... Ka pas gjithçysh. Në ditë e para. Në javët e para kanë mund me bë qeveria edhe mes për para. Por mendësit duhet ndërrojnë. Mendësit janë pluraliste, demokratike, nuk janë moniste, edhe nuk janë në sistem të vendeve të treta, që asë duhen në përmendje të dërgoj. Këtu është vend demokratik, ku do të sundoj rani, ligji, rregulli, është vend që ka prodhue gjithherë situatat mira, do të prodhojmë edhe tash tutje. Unë pres shpejt, se shqiptarët do të po këndellën, nuk do të lejojnë të shkojnë në drejtimin e gabuar, nuk ka ma rrezik për luftë civile në Kosovë. Ne do të jemi shteti propërëndimor dhe do të vizim me rregulla të demokracisë në zhvillim dhe do të ecim përpara. Komandant Remi, unë po shpresoj shumë që gjitha këto të cilat ju po i thoni të vinë sa më shpejt për një popull i cili realisht ka heqë shumë për të arritë lirinë dhe për me i shënu këto ditë të caktuare që kanë shumë peshë për ne. Unë të falenderoj shumë dhe njerë që gjetët kohë pikrisht në këtë ditë veçantë, na nderoni me prezencë. I siguroj këtë qytetarë të Kosovës se vendi do të ecë drejt perspektive të reja në botë edhe ma gjerë. Ne jemi me fatë që jetojmë këtë kohë dhe do të jemi mirë. Faleminderit juve. Shumë faleminderit, ndërkaq nga